Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot të keni mundësinë të ndiqni. Drejtoresha e përgjithshme e RTS Seni Vasili dhe kreu i Këshillit Drejtues të RTS Fatjon Hoxhalli raportuan në Komisionin Parlamentar për nismat qytetare mbi veprimtarinë e institucionit për vitin 2025, duke theksuar se raporti i EBU-s evidenton sfida financiare, strukturore dhe teknologjike. Sipas Vasilit, RTS ka nevojë për modernizim, transformim digital dhe një model më të qëndrueshëm financimi. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi inspektoi punimet për zgjerimin e rrugës hyrëse të Ksamilit, ku segmenti i parë është hapur tashmë për qarkullimin e automjeteve. Sipas ministrit, investimi do të vijojë me ndërtimin e trotuareve, ndriçimit dhe pistës së biçikletave, ndërsa synimi është që i gjithë projekti të përfundojë brenda muajit gusht për të lehtësuar qarkullimin gjatë kulmit të sezonit turistik. Ka përfunduar afati aplikimeve në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi, pas shtyrjes së vendosur nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Në qarkun e Gjirokastrës janë regjistruar 2750 aplikime, duke reflektuar interes të lartë nga fermerët për përfitimin e mbështetjes financiare. Mbi 40 fëmijë gjirokastrit janë bërë pjesë e ditëve të hapura në qendrën kulturore Fato Berberi, aktivitet që startoi sot e do të vazhdojë për 2 javë. Ky organizim vjen pas përfundimit të vitit shkollor me qëllim argëtimin dhe zbavitjen e tyre gjatë ditëve të pushimeve të verës. Ju njohim tani më gjërësisht. Drejtoresha e përgjithshme e RTS Seni Vasili dhe kreu i Këshillit Drejtues të RTS Fatjon Hoxhalli raportuan në Komisionin Parlamentar për nismat qytetare mbi veprimtarinë e institucionit për vitin 2025, duke theksuar se raporti i EBU-s evidenton sfida financiare, strukturore dhe teknologjike. Sipas Vasilit, RTS ka nevojë për modernizim, transformim digital dhe një model më të qëndrueshëm financimi, ndërsa theksoi se programet edukative e kulturore kërkojnë mbështetje më të madhe për të garantuar cilësi dhe zhvillim. Faza e transformimit dhe reformimit të radio-televizionit shqiptar përqendrohet në 5 shtylla të këshilluara nga transmetuesi publik Europian EBU. Ato përqendrohen në model qeverisës eficient, financa të qëndrueshme, transformim digital, programacion me vlerë publike, si dhe integrim me mediat publike evropiane. Ky angazhim u raportua dhe Komisionit Parlamentar nismat qytetare nga drejtuesja e përgjithshme Eni Vasili dhe kreu i Këshillit Drejtues të RTS Fatjon Hoxhalli. Motoja jonë është lufta jo vetëm për audiencë, por dhe besim, tha Vasili. Reformat e ndërmarra gjatë vitit 2025 dhe rezultatet para të evidentuara në 6 mujorin e parë të vitit 2026 na japin besimin se RTS-ja ka hyrë në një fazë të re zhvillimi. Megjithatë, jemi të vetëdijshëm se transformimi i një transmetuesi publik nuk përfundon me ndërmarrjen e reformave të para, ai është një proces afatgjatë që kërkon vazhdimsi. Për këtë arsye RTS ka përcaktuar drejtime strategjike që do udhëheqin zhvillimin e institucionit gjatë periudhës 2026-2028. Kreu i Këshillit Drejtues sqaroi se po punohet që RTS të vijojë të jetë një media e ekuilibruar. Ne kemi pasur gjatë vitit 2025 një proces elektoral të zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri. Nuk ka bërë vakit, kemi pas ndonjë ankesë nga subjektet politike, as nga qytetarët. Pa diskutim që nuk është kjo i vetmi tregues i pavarësisë, por është një nga treguesit kryesor i pavarësisë së institucionit. Drejtoresha Vasili kërkoi mbështetje financiare për median publike dhe në të njëjtën linjë ishte dhe kreu i komisionit Fatmir Xhafaj. Për 13-14 vjetësh, institucioni financohet në të njëjtën mënyrë, me të njëjtin buxhet. Mund të kërkojmë gjithmonë më tepër, por duhet kemi parasysh që çdo gjë sot kushton. RTS-ja ka një teknologji shumë të prapambetur, sipas EBU-s. Zërin më të madh në këtë buxhet për cilin flasim e zën pagat, gati në 50-60% e zën pagat, paga, sigurime, energji, marrëdhënie me të tretë, dhe çfarë ngjelet për produksionet nuk është e mjaftueshme. Unë bëj pjesë tek ata që e shohin RTS. Ajo që ndjej te elektorati, ajo që konstatoj është që një pjesë e njerëzve vazhdojnë ta ndjekin me të njëjtin interes RTS. Nga kjo pikpamje, nëse zonja Luarasi do kërkojë të nënshkruaj një dokument në mbrojtje të RTS-s, unë do jem personi i dytë që do ta bëja këtë gjë nëse do ishte e nevojshme. Disa nga vlerësimet e deri tanishme që u evidentuan në lidhje me programacionin është vëmendja ndaj moshave të vogla dhe të rinjve, emisioneve tematike, sociale, shëndetësisë, drejtësisë, si të zërit diasporës. Komisioni miratoi në përfundim projekt të rezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së radio-televizionit shqiptar për vitin 2025.
Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi inspektoi punimet për zgjerimin e rrugës hyrëse të Ksamilit, ku segmenti i parë është hapur tashmë për qarkullimin e automjeteve. Sipas ministrit, investimi do të vijojë me ndërtimin e trotuareve, ndriçimit dhe pistës së biçikletave, ndërsa synimi është që i gjithë projekti të përfundojë brenda muajit gusht për të lehtësuar qarkullimin gjatë kulmit të sezonit turistik. Kanë përfunduar punimet për zgjerimin e segmentit të parë të rrugës hyrëse të Ksamilit, i cili tashmë është hapur për qarkullimin e automjeteve, ndërsa puna vijon për realizimin e elementeve të tjerë të projektit. Ndërhyrja synon të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin në një nga destinacionet turistike më të frekuentuara të vendit, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur fluksi vizitorëve rritet ndjeshëm. Punimet u inspektuan nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, i cili e cilësoi projektin si një investim me rëndësi të veçantë për zhvillimin e turizmit në zonën e Ksamilit dhe për përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Sipas ministrit, projekti është ndarë në 2 faza. Faza e parë përfshin zgjerimin e rrugës hyrëse deri në qendër të Ksamilit dhe është tashmë e aksesueshme për automjetet, ndërsa faza e dytë parashikon ndërtimin e bypassit pranurës së Butrintit, me qëllim shmangjen e trafikut dhe lehtësimin e qarkullimit në një nga pikat më të ngarkuara gjatë sezonit turistik. Atëre, këtu jemi në një realizim rreth 55% kontratës, punime fizike ministër. Gjithë segmenti është rreth 4 km i gjatë, ndërkohë që 1.4 fillon në 1.4 km nga hyrja e fshatit turistik të Ksamilit dhe më pas vijon, si shtatë edhe ju, me pjesën e mbetur për rreth 2.6 që formon në bypassin. Aktualisht ne jemi në pjesën e parë, pra ne po inspektojmë këtë moment parë pjesën e parë të segmentit. Këtu jemi në një rrugë interurbane dytësore, kategoria C. Në këtë segment parë për 1.4 km kemi 3 korsi, nga 3.5 km, bankinë të asfaltuar nga 1.25 metra për secilin drejtim dhe kunet betonit 0.75 metra për secilin drejtim. Ju keni krijuar një vëmendje të veçantë edhe për sa i përket pjesës së shikoj që është duke punuar dhe është bërë projekti për sa i përket pistës biçikletave, po edhe vizualizimit urban dhe për t'i dhënë edhe një pamje më estetike dhe hyrjes fakt të Ksamilit. Ju keni patur një vëmendje shumë veçantë edhe për sa i përket aspektit mjedisor të projektit, duke qenë se sigurisht që lidhemi edhe me pjesën e Butrintit, kështu që ka patur një vëmendje shtuar nga pikpamja mjedisore. Ndërkohë që tani jemi në sezonin veror dhe madje hym në pikun e sezonit veror, ne e di që kemi diskutuar vazhdimisht bashkë për sa i përket edhe gjitha masave që Arrësheja po merr dhe ka marrë në kuadër të fillimit sezonit. Di që grupet e, le themi, brigadat që kanë kontrata mirëmbajtje kanë bërë veshje aty ku ka patur nevojë, apo edhe një lloj kujdesi të shtuar bashkë edhe me forcat e rendit për sa i përket ndalimit të qarkullimit në fundjavë për mjetet e tonazhit të rënd, e gjitha në funksion të bërjes sa më të mundur ose sa më të mirë të trafikut në sezonin turistik. Pjesa e hyrjes së Ksamilit, pjesa e, le themi, që është e bankinës për sa i përket biçikletave dhe pjesa estetike do vijojë ndërkohë punimi për ta patur edhe të aksesueshme gjatë këtij sezoni, apo jo? Objektivi ynë, sikurse dhe ju keni lënë porosi, është që sezoni i gushtit, që është edhe mbi ngarkesa me turistë të huaj, këtë segment ta gjejë të përfunduar, pra me gjithë të shtresat asfaltike, me trotuaret e përfunduar, mundësisht edhe me elementet e gjelbërimit apo dhe të ndryshimit të vendosura. Përfundimi i këtij investimi pritet të përmirësojë ndjeshëm aksesin në Ksamil, të ulë ngarkesën e trafikut dhe të ofrojë një infrastrukturë më moderne dhe më të sigurt për banorët dhe vizitorët e shumtë që zgjedhin këtë zonë bregdetare gjatë sezonit veror. Ka nisur sot procesi i regjistrimeve për klasën e parë dhe të 10 përmes platformës e-Albania për vitin e ri shkollor 2026-2027. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro u bëri thirrje prindërve të respektojnë afatet dhe rregullat e regjistrimit, duke theksuar rëndësinë e planifikimit të saktë të rrjetit shkollor. Afati i regjistrimeve është i hapur deri më 31 korrik, ndërsa për shkollat me kohë të pjesshme deri më 11 shtator dhe për shkollat profesionale deri më 30 shtator. Ndjekim videomesazhin e ministres Kumbaro. Sot është data 6 korrik dhe ka filluar regjistrimi i fëmijëve në shkollat për vitin e ardhshëm shkollor 2026-2027. Afati është 6 korrik deri në 31 korrik në e-Albania. Të gjithë prindrit duhet fillojnë procesin e regjistrimit.
Me shumë rëndësi për fëmijët që regjistrohen për të parë herë në klasë të parë, të gjithë ata që kanë mbushur 6 vjeç, por edhe ata që kalojnë nga cikli 9 vjeçar në shkollën e mesme, pra në klasën e 10. Është shumë e rëndësishme të ndiqni udhëzimet në Albania, të respektojmë rregullat e vendosura nga njësitë e qeverisjes vendore, pra nga bashkitë, në përputhje me vendbanimin tuaj. Duhen respektuar për të ndjekur dhe për të regjistruar fëmijët në ato shkolla të cilat janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme edhe për të bërë planifikimin e orëve të mësimit, e mësuesve, e shkollave, si për bashkitë, ashtu edhe për zyrat arsimore, të cilat kanë filluar tashmë punën për përgatitjen e vitit të ardhshëm shkollor. Prandaj edhe një herë, duke filluar nga sot, data 6 korrik, deri në 31 korrik, portali do të jetë i hapur. Në 31 korrik mbaron kjo periudhë. Keni pra këto javë kohë për të vendosur se cila është zgjedhja më e mirë për fëmijën tuaj. Mos humni kohë. Deputetja e Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe kryetare e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën Ina Zhupa reagoi pas publikimit të raportit të Agjencisë Europiane të Mjedisit dhe Komisionit Europian për cilësinë e ujrave Larës, duke deklaruar se Shqipëria renditet në fund të listës. Sipas saj, situata përbën rrezik për shëndetin e qytetarëve dhe turistëve, ndërsa akuzoi qeverinë dhe pushtetin vendor për mungesë investimesh në mbrojtje të mjedisit dhe menaxhimin e ujrave. Ndjekim deklaratën e deputetes Zhrupa. Raporti i fundit i bërë nga Agjencia Europiane e Mjedisit dhe Komisioni Europian për cilësinë e ujrave Larës e kanë nxjerrë Shqipërinë në fund të këtij raporti. Është një alarm për cilësinë e ujrave tonë, të liqeneve, lumenjve dhe të deteve. Dhe është edhe një rrezik për jetën e qytetarëve, për shëndetin e qytetarëve, por edhe të turistëve që zgjedhin Shqipërinë. Kjo tregon qartësisht që pushteti lokal dhe pushteti qendror nuk kanë investuar në atë që duhet të ishte pastërtia e ujrave Larës. Bashkitë më problematike sipas raportit është pikërisht Bashkia e Sarandës, ku ne ndodhemi, Bashkia e Vlorës, Bashkia e Durrësit dhe Bashkia e Pogradecit. Siç duket, nuk e kanë prioritet që të kujdesen për mjedisin, por kanë prioritet vetëm të ndërtojnë në zonat pranë liqeneve, deteve dhe lumenjve, të mos kujdesen se ku do të hidhen këto inerte, ku shkojnë ujrat e zeza, apo t'i pastrojnë këto burime ujore. Ndërkohë ana temojnë gjithë ditën protestën se po dëmton turizmin, ku në fakt vetëm po i jep një fytyrë më demokratike Shqipërisë, ndërkohë që ato që dëmtojnë realisht turizmin janë investimet e munguar dhe angazhimi munguar i qeverisë edhe i pushtetit lokal. E dëmtojnë këto raporte që nxjerrin Shqipërinë në fundin e shteteve europiane. Në fakt aty ku nuk e meriton, sepse për nga natyra duhet të ishte në krye të cilësisë së ujrave Larës. Ndaj, përpara se të flasim për turizëm cilësor, do duhet të investojmë në turizëm cilësor, gjë që qeveria shqiptare nuk e ka bërë dhe nuk po e bën. Ka përfunduar afati i aplikimeve në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi pas shtyries së vendosur nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Në qarkun e Gjirokastrës janë regjistruar 2750 aplikime, duke reflektuar interes të lartë nga fermerët për përfitimin e mbështetjes financiare. Procesi tashmë vijon me verifikimin e dokumentacionit dhe kontrollet në terren përpara shpalljes së listës së përfituesve. Mbyllen sot aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë. Në qarkun e Gjirokastrës interesi fermerëve ka qenë i lartë, ku sipas specialistëve të bujqësisë kanë aplikuar gjithsejt 2750 fermerë. Pas kësaj faze, procesi kalon tashmë në fazën e verifikimit të aplikimeve. Kam përfituar rreth 50 fermerë që kanë aplikuar në masat e ndryshme, kryesisht kanë qenë tek masa 8 sipërfaqe të mbjella me kultura bujqësore. Dhe një numri më i vogël ka qenë në këto masat e tjera të blegtorisë, por edhe te masa e investimeve ka pasur një numër fermerësh të interesuar, të cilat dosjet janë asistuar në zyrat tona dhe dosjet ndërkohë i kanë dorëzuar në zyrat qendrore të AZBR-s. Kështu që kjo periudhë ishte e vlefshme për disa fermerë. Pra ata do të përfitojnë nga këto masa. Në fazën e dytë do të kryen verifikimet në terren me qëllim konfirmimin e të dhënave të deklaruara dhe plotësimin e kritereve të përcaktuara nga skema. Për masën 8 sipërfaqe të mbjella fillon faza e kontrollit administrativ,
të dokumentacionit, ndërsa për masat e tjera është për masat e blegtorisë, kuptohet, janë procedurat tjera, është masa e verifikimit në terren, ndërkohë për masat e investimeve është kontrolli dhe vlerësimi i dosjeve që bëhet në zyrat qendrore të HZBR-s, derisa të shpallin përfituesit dhe pastaj janë ato etapat e tjera. Pas përfundimit të gjitha verifikimeve, do hartohet lista përfundimtare e përfituesve. Fermerët që do të rezultojnë në përputhje me kriteret e skemës kombëtare të bujqësisë 2026 do të përfitojnë mbështetje financiare sipas masave të parashikuara, një ndihmë që synon të nxjisë zhvillimin e aktiviteteve bujqësore dhe rritjen e prodhimit të vendas. Në Libov ka nisur një nga periudhat më të ngarkuara për blegtorët. Krah sigurimit të bazës ushqimore për muajt e dimrit, ata po vijojnë edhe me dorëzimin e qumshtit në Baxho dhe pikat e grumbullimit, ndërsa kushtet e favorshme të motit po lehtësojnë punën në terren. Blegtorët e Bashkisë së Libovës kanë nisur grumbullimin e bazës ushqimore për bagtitë e imta me qëllim përballimin e stinës së dimrit. Ky proces është thelbësor për garantimin e ushqimit të mjaftueshëm gjatë muajve të ftohtë, ku kullotat natyrore janë të kufizuara. Sipas specialistit të bujqësisë Filip Zëra, grumbullimi i bazës ushqimore po zhvillohet në kushte të favorshme klimatike, duke ndihmuar fermerët të sigurojnë sasi dhe cilësi të mirë të ushqimit për bagtitë. Ai thekson se kjo periudhë është ndër më të rëndësishmet për përgatitje dimërore në sektorin e blegtorisë. Blegtorët, veç mbarështrimit të tufave bagtive, një nga synimet kryesore është grumbullimi i bazës ushqimore për stinën e dimrit. Në përgjithësi, baza ushqimore po grumbullohet dhe kjo është realizuar me sukses si rrjedhimi i shfrytëzimit të ditëve të mira pareshi. Në këtë bashki vetëm një numër i vogël tufash ka nisur shtegëtimin, pasi shumica e blegtorëve janë të angazhuar me grumbullimin e qumshtit. Ky i fundit po dërgohet në Baxho dhe në pikat e grumbullimit, duke bërë këtë periudhë mjaft intensive për punën e përditshme të blegtorëve. Blegtorët në përgjithësi nuk kanë shtegëtuar për shkak të prodhimit të qumshtit, të cilët e dorëzojnë firmat grumbulluese të prodhimit të qumshtit, ka pak tufa që kanë shtegëtuar. Janë disa tufa jashtë qarkut të Gjirokastrës që kanë shtegëtuar kryesisht në zonën e njësisë administrative Zagori. Kjo periudhë konsiderohet vendimtare për mbarvajtjen e aktivitetit blegtoral, duke ndikuar drejt për drejt me prodhimin dhe cilësinë e produkteve blegtorale gjatë sezonit të ardhshëm. Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sporteve Blendi Gonxha ka ndarë pamje nga punimet të restauruese që po zhvillohen në Kalan e Borshit, një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në jug të vendit. Sipas ministrit, restaurimi synon të ruajë historinë, vlerat arkitekturore dhe identitetin e këtij monumenti, duke e bërë atë më të aksesueshëm dhe më tërheqës për vizitorët. Punimet realizohen me kujdes për të respektuar karakteristikat origjinale të Kalas, ndërsa ndërhyrjet pritet të kontribuojnë në zhvillimin e turizmit kulturor në zonë. Kalaja e Borshit e vendosur në një pozicion panoramik mbi bregdetin e Jonit, mbetet një nga destinacionet më të veçanta për vizitorët vendas dhe të huaj. Restaurimi i saj është pjesë e përpjekjeve për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, duke i dhënë këtij monumenti një jetë të re dhe duke e kthyer në një pikë referimi për historinë dhe turizmin shqiptar. Në Gjirokastër, çmimet e banesave me qira janë rritur ndjeshëm vitet e fundit. Agjentët imobiliare lidhin këtë me mungesën e ndërtimeve të reja dhe shtimin e apartamenteve që po shfrytëzohen për akomodimin e turistëve, duke kufizuar ofertën për qira afatgjate. Sipas tyre, me turizmin në rritje, tregu i qirave pritet të mbetet i kufizuar dhe çmimet të vijojnë të qëndrojnë në nivele të larta. Në një qytet ku turizmi po njeh rritje nga viti në vit, siç është Gjirokastra, gjetja e një banese me qira po bëhet gjithnjë më vështirë. Oferta është kurur ndërsa çmimet janë rritur në një situatë që sipas ekspertëve lidhet me mungesën e ndërtimeve të reja dhe orientimin e shumë pronarëve drejt akomodimit të turistëve. Aktualisht, kërkesa nga familjar janë aq të shumta për banim me qira, që do të thotë janë të një kategorie 200, me fjalë 20.000 lekë në muaj deri në 25.000 lekë në muaj, është një kategori pothuajse më e madhe sepse aq është buxheti tyre.
por problematika është për arsye sepse të gjitha pronat janë në Booking dhe Airbnb aktualisht dhe të gjitha familjarë që kërkojnë nuk mundemi dot që t'i rregullojmë me fjalë për t'i strehuar të gjithë, sepse në Booking janë pothuajse të rezervuara dhe të gjitha pronat që janë në Booking nuk i heqin për të dhënë një familjari, sepse ana ekonomike shikojnë të gjitha dhe shtëpia faktikisht nuk prishet. Me fjalë është ajo pjesa e amortizimit që një familjar e shfrytëzon këtë pronë këtë apartament për gjatë gjithë vitit, ndërsa një turist e ka më kështu. Me fjalë janë ca gjëra që një pjesë apartamenteve duhet dhënë me Booking se ka goxha investim dhe gjunaf, por ka apartamente të tjera që jo të gjitha janë për të shfrytëzuar në Booking. Duhet të jenë kategori të ndara që edhe këta familjar të kenë ku, sepse kështu i bie që të gjitha këto kërkesa që janë për familjar me qira i bie që të emigrojnë ose të lëvizin nga qyteti. Ne po i themi njerëzve ik, më thonjë za, po i themi të huajve miserdhe dhe po i themi njerëzve tan ik. Me turizmin në rritje dhe mungesën e ndërtimeve të reja, ekspertët vlerësojnë se tregu i qirave në Gjirokastër do të vijojë të mbetet i kufizuar, ndërsa çmimet pritet të mbeten në nivele të larta edhe në periudhën në vije. Policia kufitare në Sarandë bllokoi 2 mjete lundruese dhe gjobiti drejtuesit e tyre pasi shkelën në perimetrin e sigurisë duke rrezikuar jetën e pushuesve. Sipas policisë, gjatë patrullimit në zonën e Gjirit të Sarandës, shërbimet e policisë kufitare konstatuan 1 mjet lundrues jet ski që ishte futur brenda perimetrit të sigurisë në zonën ku pushuesit po laheshin duke rrezikuar jetën dhe sigurinë e tyre. Gjithashtu po gjatë patrullimit në zonën e Gjirit të Ksamilit ku konstatua edhe një tjetër mjet lundrues jet ski që kishte hyrë brenda perimetrit të sigurisë në kundërshtim me rregullat e lundrimit. Policia njoftoi se në përfundim të veprimeve administrative të 2 mjetet lundruese u shoqëruan dhe u bllokuan në portin e Sarandës, ndërsa ndaj poseduesve shtetasve me inicialet RA dhe RP u vendosën masa administrative me vlerën 500.000 lekë të rinj secilit. Mbi 40 fëmijë gjirokastrit janë bërë pjesë e ditëve të hapura në qendrën kulturore Fato Berberi, aktivitet që startoi sot e do të vazhdojë për 2 javë. Ky organizim vjen pas përfundimit të vitit shkollor me qëllim argëtimin në zbavitjen e tyre gjatë ditëve të pushimeve të verës. Qendra kulturore Fato Berberi gumëzhin nga zërat e fëmijëve gjirokastrit. Prej ditës së sotme ka startuar aktiviteti Ditët e Hapura, i cili do të vijojë për 2 javë. I gjetëm sot në oborin e saj duke zhvilluar lojra e kërcime. Vetë ata shprehen se e kanë pritur me padurim për të kaluar kohë së bashku në programin që është hartuar posaçërisht për ta, me lojra, aktivitete kulturore, kurse trajnimi, shfaqje filmash e të tjerë. Mua më pëlqen shumë ky kamp veror, mezi po prisja për këtë ditë. Unë e adhuroj shumë sa bukur dhe sa të dashura janë mësuesit. Më pëlqen shumë që ne bëjmë shumë aktivitete. Mua më duket të gjithë shumë të mirë dhe të dashur. Shpresoj që këto ditë ne të argëtohemi më shumë se të gjithë kohërat tona. Nuk është herë e parë, edhe më pëlqejnë shumë njerëzit, fëmijët, se që janë të dashur, nuk shajnë edhe nuk shtyn. Edhe ky ka shumë gjëra të bukura, i falenderoj shumë mësuesit. Çfarë keni bëni zakonisht gjatë kampit? Ne këtu lozim lojra, bëjmë gjimnastik në mëngjes, ham dhe ushqimin, kemi pushimin e gjatë. Pastaj shikojmë filma, bëjmë mësime. Sot ne filluam kampin ton dhe jemi shumë të gëzuar dhe besojmë që t'ja kalojmë shumë bukur në të tërë javën. Këtu jemi shumë fëmijë që janë të dashur, të mirë dhe jemi të dashur me njëri tjetrin edhe kemi qejf që t'ja kalojmë shumë bukur tërë javën edhe bëjmë shumë aktivitete, do lozim lojra. Ky organizim i Bashkisë Gjirokastër synon argëtimin e fëmijëve në këto ditë vere. Sot dhe deri në datën 20, pra në Qendrës Kulturore të Fëmijëve, organizohen orët e hapura për gjithë fëmijët e qytetit, ku do të ketë argëtim pafund për gjithë fëmijët që sapo kanë mbaruar këtë vit shkollor. Ne u ofrojmë për 2 javë rresht ambientet tona në bazë të lojrave që ne do të organizojmë, të mësimit të këngëve, të kërcimeve, sigurisht kemi dhe lojra në natyrë, të cilat fëmijët i pëlqejnë shumë. Jemi mobilizuar që të gjithë bashkë që fëmijët të kalojnë sa më mirë dhe sa më këndshëm në këto ditë pushimesh.
Pjesë e ditëve të hapura në qendrën kulturore Fato Berberi janë bërë 40 fëmijë. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.